Lidhur me procesin zgjedhor I cili ka filluar që nga ora 7 e mëngjesit. Ju ftoj të ndiqni konferencën. Për të parë se si ka shkuar procesi hapjes së vendotimeve, ftoj kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zonjën Valderi Dalla Çfarqan. Faleminderit pra të nderuar përfaqësues të mediave dhe të pranishëm të tjerë në sallë. Mirë se keni ardhur në konferencën e parë për shtypjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila ka të bëjë me hapjen e vendvotimeve deri në orën 7. Për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës me 8 qershor 2014. Duke u bazuar në raportet e komisioneve komunale të zgjedhjeve, në ora 7 janë hapur me rregull të gjitha vendvotimet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Në emër të Komisionit Qendror Zgjedhor, dua t'ju bëj thirrje edhe një herë të gjithë qytetarëve me të drejtë vote që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe ju uroj sukses dhe punë të mbarë të gjithëve. Grazie për këtë pjesë, nëse ka dikush ndonjë pyetje prej gazetarëve. Atëherë faleminderit shumë për prezencën tuaj, do të shihemi sërish në orën 12 në konferencën e dytë, e cila ka të bëjë me daljen e votuesve deri në orën 11. Ju faleminderit.